بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ndërëm Allah subhanahu wa ta'ala, qëmë salavat e profetin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë me sinqeritet deri në ditën e gjykimit, dhe më pas. Alhamdulillah që Allah subhanahu wa ta'ala na ka bërë musliman. Dhe musliman do të thotë i dorëzuar ndaj një Zoti të vetëm, i dorëzuar për ta adhuruar atë, për ta njohur, për ta dashur fort, për ta madhëruar atë, për t'u nënshtruar urdhëresave të tij dhe larguar ndalesave të tij, për të zbatuar ligjin që ai e zbriti për ne që të jetojmë sipas tij. Ky është muslimani. Falënderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka udhëzuar në këtë fe madhështore. E vetmja fe që përkon me natyrshmërinë e pastër të njerëzit. Pra është një Zot i plotfuqishëm që ka krijuar gjithçka, nuk e ka krijuar atë kot, por me urtësi të madhe. I krijoi krijesat që t'i urdhëroi dhe t'i ndaloi, t'u vendosë rregulla dhe ligje, dhe u premtoi shpërblim të bindurve dhe ndëshkimin të pabindurve. Dhe për këtë vendosi Zoti subhanahu wa taala në ahiret dy vende, xhenetin dhe xhehenemin. Xheneti është vendi i të bindurve, atyre që e pranuan mesazhin e Zotit që e dërgoi përmes profetëve dhe shpalljeve. Dhe xhehenemin e bëri vendin atyre që e refuzuan, e përgjigjëstruan besimin. Edhe në ajetet e sotme nga surja Sad përmendet pikërisht kjo çështje kaq e rëndësishme, pra e qëllimit madhështor që Zoti pati me krijimin e gjithësisë dhe gjithçka pra në krijimin e tij. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal-ardha wa ma baynahuma batila. Dhalika dhannu alladhina kafaru. Fawailun lilladhina kafaru minan nar. Am naj'alu alladhina amanu wa 'amilu as-salihati kal-mufsidina fil ard am naj'alu al-muttaqina kal-fujjar." Pra Allah subhanahu wa taala në këtë ajete, edhe ajetin që vjen më pas faktikisht, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Pra në këtë ajete çfarë thot Zoti subhanahu wa taala? Ne nuk e krijuam qiellin dhe tokën dhe çka mes tyre pa qëllim. Kështu mendojnë ata që nuk besojnë në Zotin. Mirë ata që nuk besojnë nga zjarri që i pret. Mos vallë do t'i trajtojmë një lloj ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira me ata që bëjnë shkatrime në tokë, apo do t'i konsiderojmë një lloj si të devotshmit edhe ata që janë gjunaqar, keqbërës, pra el-fujjar, ata që kalojnë kufit e Allahut. Ky është një libër plot bekime, plot begati, pra për Kur'anin thot Allah subhanahu wa taala, ne ta zbritëm ty atë që ata të meditojnë në argumentet e tij, të këtij Kur'ani. Dhe që të marrin mësim njerëzit që të kuptojnë, pra njerëzit që kuptojnë dhe kanë arsye dhe logjik të pastër. Këto ajete janë madhështore, subhanallah. Mjafton që njeriu të meditojë mirë në to dhe arrin ta dallojë rrugën. Ta dallojë rrugën ku duhet të ecë. Fillon Allahu Azza wa Jall me ajetin e parë që cituam: "Ne nuk e krijuam qiellin dhe tokën dhe çka mes tyre pa qëllim, batila." Allah i lartësuar, thot Imam Ibn Kathiri, na tregon se ai i krijoi krijesat vetëm me një qëllim të madh dhe të lartë, që ta besojnë atë, ta adhurojnë si një të vetëm dhe pa ortak. Pra qëllimi i krijesave, i sjelljes së krijesave, pra në këtë dynja është që të njohin Zotin subhanahu wa taala, ta adhurojnë atë si një të vetëm dhe pa ortak. Këtë dëshiroi Allahu xhaleshanu. Prandaj si thuhet në një hadith kutsi, ku i drejtohet Zoti xhaleshanu Ademit dhe birit të Ademit, o biri i Ademit: "Të krijova për një çështje të madhe. Të krijova për veten time. Prandaj mos luaj. Të krijova për veten time. Prandaj mos luaj, mos bëj lojra. Dhe krijova gjithçka për ty." Me kuptimin e hadith, pra mos u preokupoa me atë të cilin e krijova për ty, nga ajo që të krijova për hir të saj, pra adhurimi i Allahut xhaleshanu. Mos u preokupo me dynjan më shumë se sa duhet, por preokupo me atë që të krijoi Zoti për atë, për qëllimin. Pra qëllimi të adhurosh Allahun xhaleshanu. Pra Allahu subhanahu wa taala i krijoi ata që të adhurojnë, krijoi njerëzit që të adhurojnë atë si një të vetëm, pastaj ai do t'i bëjë ata në ditën e Kiametit për të shpërbyer gjithë secili me atë që meriton dhe sipas veprave që ka bërë në këtë jetë. Në ajete të tjera të ngjashme në Kur'an, kemi shumë ajete të tilla në Kur'an. Ky ishte një nga ato ajete. Një ajet tjetër vjen në surën Al-Hijr, në të cilën Allahu subhanahu wa taala pas Hijr 85 thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha
illa bil haq. Pra nuk e krijuam qiellin dhe tokën vetëm me urtësi, thot këtu. Në ajetin që po citojmë surën Sad, nuk e krijuam kot. Çdo më thënë nuk e krijuam kot, e kundërta asaj pra e krijuam me çfarë? Me urtësi të madhe. Nuk e krijuam kot dhe pa ndonjë qëllim siç mendojnë armiqt dhe mohuesit e Zotit. Mohuesit e besimit dhe armiqt e besimit dhe besimtarëve. Por u krijuan me urtësi, ato përcjellin mesazh të madh në vetvete. Vetë krijimi i qiellit dhe tokës, gjithçka mes tyre, rregullin në to, perfekcioni që ka sjellë Zoti xheleshanu, i bën që njerëzit të meditojnë dhe të mendojnë në to. Pra i krijoi Zoti që njeriu të meditojë, siç do të vijë ajeti më poshtë. Pra ato gjithë ato krijesa dëshmojnë për krijuesin dhe pushtetin e tij madhështor, për mëshirën, sundimin, diturinë, gjithë përfshirjen, për kujdesin që ka Zoti për krijesat, që njerëzit të meditojnë që ato nuk janë krijuar kot. Pra i krijoi me urtësi të madhe. Ato tregojnë se Allahu është absolut në çdo aspekt. Dhe adhurimet i duhen përkushtuar vetëm atij dhe askujt tjetër. Pra ky është qëllimi i krijimit të gjithë këtyre krijesave. Gjithashtu ai krijoi ato me të vërtetën dhe me urtësi të madhe, thotë Sheikh Sadi, i krijoi që të vendosë drejtësinë dhe që çdo kush të shpërblehet sipas asaj që ka vepruar. Pra, në këtë ajet Allahu xhaleshanu na tregon që duhet njeriu të mendojë me shumë kujdes, me seriozitet në lidhje me qëllimin pse ka krijuar Zoti. Normalisht njerëzit arrin përfundimin logjikisht që është një krijues, se gjithçka që ekziston në këtë formë kaq të rregull ka një krijues, por nuk kalojnë në hapin tjetër. Edhe pse besojnë që ka një krijues, nuk kalojnë në hapin tjetër që ore qëllimi i këtij krijuesi i cili është. Nuk meditojnë më tutje. Prandaj Zoti i dërgoi librat dhe e solli këtë Kur'an që njeriu të meditojë dhe të mendojë në këto ajete. Dëgjoni një ajet tjetër të ngjashëm. Sa ajetet kuranore sjellojnë njëra tjetrën dhe e kupton më mirë kur ti e lexon një mesazh të shpërndar në shumë ajete të ndryshme që trajtojnë të njëjtën çështje. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Mu'minun, nga fundi i surës Mu'minun. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un? Mos menduat se ju krijuam kot dhe se ju nuk do të ktheheni tek ne, nuk do ktheheni një herë tjetër të marrëm llogari, thot Allahu xhalesha. Shpjegimi i ajetit në surën Mu'minun që është ngjashëm me këtë, mos vallë mendua se ju jeni krijuar kot pa asnjë qëllim dhe pa asnjë kërkesë ndaj jush, pra askush do t'ju marrë në përgjegjësi, kështu do ta jetoni jetën. Mos vallë ju krijuan pa pasur asnjë urtësi dhe qëllim në këtë krijim. Një tjetër tefsir i këtij ajeti, surën Mu'minun, thot, mos vallë ju krijuam që të luani, të koteni, të dëfreni në këtë dynja, ashtu si kafshët, të cilat nuk shpresojnë sevap dhe as i friksohen ndëshkimit të Allahut xhaleshanu. Pra, çdo thot të mendosh që Zoti e krijoi gjithçka kot. Në këtë jetë kuptohet që çdo thot kot, do thotë që unë të dëfrehem, ta jetoj jetën ashtu si më do qefi im dhe dëshira ime. Të mos kem asnjë lloj përgjegjësie, asnjë lloj detyrimi ndaj Zotit krijuesit. Nuk ka shpërblim, nuk ka ndëshkim, nuk ka përgjegjësi për Allahut xhaleshanu. Vëllezërit e mi, a nuk e shikoni që shumica e njerëzve sot janë kështu? A nuk mendoni që shumica e njerëzve janë kështu në këtë formë? Shumë e rrezikshme. Prandaj të paktën njerëzit që kemi të afërt, të dashur, ose të paktën ata që dëgjojnë fjalën, duhet i bëjmë të mendojnë në këtë ajet. Vallahi do të vijë koha që do të vuajnë ata që bën zgjedhjen e gabuar. Prandaj duhet njeriu ta shkund fort njerëzit e zemrës, veten e tij sigurisht në fillimisht, por të paktën ata që ka rreth rrotull, përpiqet të ftojnë në Islam. Para se të vijë që të jetë vonë dhe të mos ketë më mundësi kthimi. Përkundrazi ne ju krijuam që të jeni të nënshtruar në përmbushjen e urdhëresave dhe në adhurimin tonë, thot Allahu subhanahu wa taala. Pra me këtë ajet, mos ju krijuam që të hani e të pini, thot Sheikh Sadi, dhe të argëtoheni me stolitë e kësaj dynjaje, mos vallë do t'ju linin pa urdhëruar dhe pa ju ndaluar, pa ju shpërblyer dhe ndëshkuar sipas veprave tuaja. Pra, ai që mendon se Zoti ka krijuar kot, mendon që s'ka urdhëresa, s'ka ndalesa, nuk ka sheriat, nuk ka ligj, nuk ka dërguar Zoti profet, as ka zbritur libra, nuk ka ndonjë qëllim i madh i Zot me ne. Ky është mendimi i atyre që mohuan, thot Allahu subhanahu wa taala. Mendimi i drejtë, jo, ka një Zot, ka dërguar profet, na ka shtjelluar qëllimin se na ka krijuar përmes profetëve dhe shpalljeve, na përcaktoi rregullat e adhurimit, çfarë kërkon prej nesh dhe duhet se s'bën që t'ju nënshtrohemi sepse do të ketë shpërblim dhe ndëshkim. Kjo është e padiskutueshme. E besoj kush e besoi dhe e mohoi kush e mohoi. Dhe ndarja do të bëhet ditën e gjykimit kur kthehemi tek Allahu xhaleshan. Që në momentin kur do të vdesim, do ta shikojmë ndarjen secili për zgjedhjen që ka bërë në këtë jetë. Pra mendua se ju nuk do të ktheheshi tek ne, mos mendua se ju nuk do të ktheheni në ahiret tek ne. Allahu i lartësuar thot në ajetin tjetër:
E yahsabu al-insanu an yutraka suda, kjo është në surën Qiyamah. Mos mendon njeriu se do të lihet pa lënë llogari, yutraku suda, do thotë të lihet pa u ngarkuar me urdhëresa dhe ndalesa dhe pa u shpërblyer dhe pa u ndëshkuar për to. Pra, të mos mendoj njeriu. Prandaj e mira është që njeriu vazhdimisht muslimani të qortojë njerëzit, thotë vallahi do të ketë ditë gjykimi, o vëllezër. O njeriu im i dashur ose ti i afërm ose shoku ose miku. Vallahi do të ketë ditë gjykimi, do kthehemi tek Allahu xhaleshano. Duhet përgatitesh për atë ditë. Duhet të afrohesh tek Zoti, të njohësh se çfarë do. Dhe jepi një Kur'an ose diçka që ta lexoj Kur'anin dhe të marr mesazhin e Zotit subhanahu wa taala. Të dalësh, themi, nga borxhi, ditën e gjykimit, vallahi domethënë do të gjejqet si njeriu. Thot Allahu subhanahu wa taala në ajetet që jemi në surën Sad, dhalika dhannu alladhina kafaru. Ky është mendimi atyre që nuk besojnë, janë keferu, ata që mbulojnë të vërtetën. Pra mendimi që na ka krijuar Zoti kot, siç tham pak më sipër, pra me shtjellimin që tham, është mendimi atyre që keferu. Çdo thotë keferu, ata që mbulojnë të vërtetën. Ata që nuk duan të nënshtrohen në sa të vërtetë që e dinë, e kuptojnë. Prandaj është kafir, domethënë kafir ai që mbulon të vërtetën. Nuk do ta shoh atë. I shmanget asaj. I mbyll syt. Dhe nuk do që ta shikojë në sy të vërtetën. Dhalika dhannu alladhina kafaru. Këta e mohojnë Zotin e tyre dhe mendojnë rreth tij gjëra që nuk i shkojnë madhështisë Allahut xhaleshano. Domethënë i tillë është vetëm mendimi atyre që nuk besojnë ringjalljen dhe ditën e premtuar. Nuk besojnë profetët, nuk besojnë librat. Pra, një njeri që nuk beson në fenë islame, themi me pak fjalë, në atë që ofron Kurani dhe profeti i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hyn në këtë kategori. Është e nevojshme që ta shtjellojmë pak më shumë çështjen e atyre që nuk besojnë në qëllimin madhështor të Zotit me krijimin e tij. Pra thonë që Zoti krijoi gjithçka kot. Janë kategori të ndryshme edhe këta njerëz në këtë dynja. Dëgjoni, disa prej tyre. E para, ka për atyre që e besojnë që ka një Zot sot, sepse nuk e mohojnë dot. Këtë domethënë është logjike dhe është jashtë logjike të pranosh që nuk ekziston një krijues. Por ç'bëjnë për të mos u nënshtruar fesë, besimit, rregullave të saj që ka feja, çfarë bëjnë? Thonë ka një Zot, por në fakt ai Zot e krijoi gjithësinë në mënyrë absolute, padyshim të rregull dhe kjo tregon pikërisht për ekzistencën e tij. Dhe ai kujdeset për rregullin e përgjithshëm të dynjas, pra të çka ka krijuar, domosdoshmë asaj që ka krijuar, por nuk është se kishte ndonjë qëllim me krijesat. E krijoi dhe i la. Vazhdo njeriu të jetojë jetën e tij, i vendos vetë rregullat e tij. E bëjnë këtë pse? Sepse nuk duan të nënshtrohen. Gjithë problemi i tyre është kusht mos nënshtrimi ndaj asaj që do Zoti. Pra që të kufizohen siç e quajnë në thonjza. Kufizimi nga rahatia e tyre. Ju prishet rahatia e tyre nëse pranojnë Islamin, duhet i falen Zotit, duhet të kufizojnë veten nga epshet dhe dëshirat dhe shfrynimet e tyre. Edhe thonë që pra pretendozë Zoti krijoi gjithçka dhe më pas e la të lirë pa udhëzim, pa ligj, pa shpallje, pa llogari. Këta janë mohues, janë qafir, me vetë dëshminë e Allahut xhaleshano. Pra çdo njeri që anon te kjo tendencë, pra ka Zoti është energji, Zoti është rregullvënës vërtet, por se nuk është se ka ndonjë qëllim, nuk ka dëshirë. Pra lloj-lloj rrymash nga të vjetrit e deri te të sotmit, të cilët i mëshojnë kësaj. Pra është një Zot, por se nuk është se ka ndonjë qëllim. Ç'pun ka Zoti me neve? Ne bëjmë vetë atë që domethënë jetën tonë etj. Pra këta janë mohues të Zotit subhanahu wa taala. Kjo i redukton krijesat në një jetë pa drejtim, kur çdo njeri përcakton vetë moralin e tij dhe rregullin e jetës së tij. Jo, është Zoti ai që përcakton rregullin. Gjithashtu është mohimi i kujdesit të Allahut subhanahu wa taala, i shpalljes dhe i dërgimit të profetëve. Gjithashtu, ndër ata që tjetërsuan qëllimin e krijimit, janë edhe grupacionet e humbura dhe fetë të cilat devijuan nga rruga e drejtë, siç janë të krishterët e sotëm. Krishterët, ndërkohë që qëllimi i gjithë popujve të shkuar, pra popujve të atyre profetëve që edhe vetë në librat e tyre e kanë përmendur, qëllimi ishte gjithmonë Zoti krijuesi, dërgonte profetin, silte dhe ligjin, siç i dha Musait alayhis salam, a nuk i dha urdhëresat dhe rregullat, dhe zbatonte ligjin. Madje edhe vetë Isa alayhis salam kur e pyeti dikush si të hyjë në xhenet, në parajs, siç i thon, thotë zbato ligjin. Pra i tha edhe atij tha zbato ligjin. Po unë zbatoj ligjin, në rregull. Nëse zbaton ligjin do të hysh në, domethënë rregulli gjithmonë ka qenë i njëjti, gjithë profetët. Ku qëndron devijimi që bën më pas shejtani mallkuar në fakt përmes ndjekësve dhe atyre që transformuan fenë e Zotit subhanahu wa taala,
Ku ishte transformimi? Ata e shndëruan besimin në Zotin dhe shpëtimin, e shndëruan thjesht në pranimin e një doktrine. Duke hequr fare qëllimin, urdhëresat, ndalesat, ligjin, gjithçka që kanë sjellë profetët prej shpalljeve dhe rregullave që kur nuk do të anulloheshin me vetë dëshminë e tyre, i hodhën të gjitha. Thjesht vetëm një fjalë, s'ka më rëndësi ligji tashmë. Tashmë vetëm duhet pranosh një doktrinë. Edhe bukur është që këtë doktrinë, kjo bie ndesh me gjithë besimin e profetëve të shkuar. Askush nuk e njeh këtë lloj besimi, që Zoti të mund të jetë një njeri, siç ishte Isaia mesela. Pra shndëruan besimin tashmë edhe shpëtimin, qëllimin e jetës në këtë dunja, e cila është thjesht do të pranoj që një njeri u vra për shkak të gjunafeve të gjithë botës dhe i mori gjithë gjunafet ai dhe ne tani jemi të shpëtuar. Po e pranove këtë fakt, je i shpëtuar. Dhe nëse se pranon, atëherë edhe sikur të zbatosh ligjin, ti je më i miri që zbaton ligjin e Zotit Xheleshanu, ti nuk shpëton. Allahu Akbar. Ky është transformim komplet i qëllimit se të ka krijuar Zoti. Nga një krijesë e cila duhet të njohë Zotin subhanallahu madhështinë e tij, të nënshtrohet vetëm Zotit krijuesit të gjithçka, që si ngjan asgjëje, askush s'është ngjashëm me të, është absolut në gjitha aspektet, as ka lindur kënd, as është i lindur nga kush. Edhe me vetë dëshminë e librave të tyre, u shndërua tashmë në çfarë? Në një doktrinë të tillë që nuk ka më vlerë as i lloj ligji. Ky është devijim nga qëllimi. Është ndër ata që kanë devijuar qëllimin se të ka krijuar Allahu xhaleshanu. Dhe hyn brenda këtij ajeti. Mirë ata që mohuan për dënimin e zjarrit. Çfarë mohuan ata? Pra menduan që krijuam kot. Kjo është do thotë që ke krijuar kot. Ikën të gjitha qëllimet e Zotit që të zbatohet ligji, të adhurohet Allahu, ikën. U përmbledhën thjesht vetëm në një vepër shirku në fakt. Vepër idhujtarie. Pranosh për Zot një krijesë. Dhe ti dedikosh asaj gjithë adhurimet e tua. Këtash pretendojnë se janë të shpëtuar pa nënshtrinë dhe pa vepra. Pra doktrina e këtyre, shpëtimi është vetëm duke pranuar një doktrinë se, domethënë, ky person që mendojnë që do t'i marrë gjunafet e tyre, ky nëse besoj që më ka shpëtuar dhe i ka marrë gjitha gjunafet, nuk ka rëndësi pastaj zbatimi i ligjit. Kjo e zhyt njeriu në largim nga qëllimi pse ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe largohen nga gjithë linja e gjithë profetëve që kanë ekzistuar. Dhe më keq akoma, e largon nga linja e profetit të fundit, i cili erdhi për të sjellë njerëzit në rrugën që ata e devijuan, pra njerëzimin. Ky profet i fundit është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I solli njerëzit për të sjellë në binar, pra në të njëjtën rrugë që ishin gjithë shekujt që kaluan më përpara dhe ata që do të vinë më vonë inshallah. Alhamdulillah, që ndjekin këtë rrugë. Kështu vëllezërit e mi, Islami e rikthen qartë njeriu në themele. Besimi pa vepra nuk mjafton. Adhurimi vërtet është adhurimi që dedikohet Zotit përmes zbatimit të ligjit që i ka sjellë, me mënyrën që ai ka dashur dhe ka vendosur, dhe ajo që vendos njeriu me mendjen dhe logjikën e tij. Ligji i Zotit është pjesë e pandashme e besimit, se ka dhe njerëz të tjerë, se grupacione që e devijojnë qëllimin pse Zoti ka krijuar njeriu. Kërkojnë ta cungojnë atë. Të tillë janë ata për shembull që e cungojnë dhe e reduktojnë fenë islame vetëm disa vepra individuale, shpirtërore. Pra Islami mbaje brenda vetes tënde. Dhe brenda shtëpisë tënde ose brenda vetes tënde. Mund të besosh çfarë të duash, shkon në xhami, falu, adhuro Zotin, po jashtë, në rrugë, në familje, në tregëti, në mënyrën se si ndërton jetën tënde, s'ka. Lere Islamin. Islamin merru vetëm me falat e namazin, agjërohet Ramazanin, edhe ndonjë sadaka jepe, s'të ndalon njeri. Por për sa i përket ndërtimit të jetës shoqërore, mënyrës se si ndërtojmë jetën, se si zbatojmë në jetën tonë përditshme, jo, s'ka, e ngushton. Edhe këta njerëz e kanë ngushtuar qëllimin se të ka krijuar Allahu xhaleshanu. Ata që mundohen ta reduktojnë Islamin në këtë formë, qoftë ata të paditur që e bëjnë në veten e tyre këtë lloj Islami ose zbatojnë këtë lloj Islami, ose ata të tjerë që u imponojnë këtë lloj Islami, të gjithë këta janë të kërcënuar. Se Allah thotë: "Wailul lil ladina kafaru minan nar." Mirë për ata që mohuan nga zjarri i xhehenemit. Mohuan, kush janë ata që mohuan, që e mbuluan të vërtetën? Ata që menduan që Zoti i krijoi qiellin dhe tokën dhe çka me syre kot. Pra, Allahu musta'an, kjo është një mesazh për shumë grupe në jetën e kësaj dhunjaje, i mirë ai që largohet pra nga besimi i Allahut subhanahu wa taala. Allah dhe Allahu thotë: "Mirë ata që nuk besojnë nga zjarri që i pret." Mirë ata në ditën e Kiametit për zjarrin që i pret. Zjarri ka për t'u treguar të vërtetën atyre. Nxehtësia e tij do të hyjë në çdo skut të shpirtit të tyre, thotë.
Shekh Sadi Allahu mëshiroft. Allahu i lartësuar i krijoi qiellin dhe tokën me të vërtetën dhe për të vërtetën. Ai krijoi ato që njerëzit të mund të njohin diturinë e tij të plotë, pushtetin e tij të gjerë dhe të besojnë se ai është i vetmi që meriton adhurimet dhe askush tjetër veç tij. Të gjithë përveç tij janë krijesa dhe nuk mund të krijojnë asnjë thërmi me qiell dhe në tokë. Allahu krijoi që njerëzit ta dinë se ai që i krijoi është i plotfuqishëm, që të ringjallë dhe ai do të bëjë ndarjen mes atyre që pasojnë të mirën dhe atyre që zhyten në ligësi dhe mosbesim. Të mos mendojnë ignorantët që nuk e njohin urtësinë e Allahut, se ai do t'i trajtojë një lloj në gjykimin e tij të mirët dhe të këqijt. Pra, po shikosh tani ajetin që vjen më pas, na shqellon edhe më shumë qëllimin pse Zoti ne ka krijuar. Pra të mendosh që Zoti të krijoi kot është e rrezikshme. Po mirë, pse na krijoi Zoti? Na krijoi që të na urdhërojë të na ndalojë, na vendosë rregulla dhe të na shpërblejë ose ndëshkojë. Allahu musta'an. Prandaj dhe më poshtë ajeti që vjen, thot Allahu xhaleshan. Gjoni me kujdes. Em nej'alu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati kal-mufsidina fil ard. Mos vallë të trajtojmë një lloj ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira me ata që bëjnë shkatërime në tokë, apo do t'i konsiderojmë një lloj si të devotshmit dhe ata që janë gjunaqtar. Pra nuk mund, po ta vazhdojmë kuptimin e ajetit. Allahu se ka krijuar gjithçka kot. Madje të mendosh që ka krijuar kot do të thotë që edhe besimtarët që besojnë Zotin, besojnë shpalljet e tij dhe bëjnë punë të mira sipas asaj që do Zoti, do t'i bëjnë një lloj si këta të tjerë që prishin në tokë dhe shkatrojnë, s'ka asnjë lloj kufiri. Kjo do thotë që Zoti krijoi kot. Pra zbatimi i ligjit është i qëllimt, e ka dashur Zoti të zbatohet ky ligj dhe do t'i marrë përgjegjësi njerëzit për këtë punë. Do t'i shpërblej, sa janë besimtarë me vepra të mira, sa janë prishës në tokë, sa janë të devotshëm, sa janë shkatrimtar. Kështu që Allahu nuk i bën një lloj. Si thot Allahu, em hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu s-salihat sa'a ma yahkumun. Sa keq është ai që gjykojmë. Mos menduan ata që bëjnë krime dhe shkatrime në tokë. Sa do t'i bëjmë një lloj thot. Sawa mahyahum wa mamatuhum, falsa arova në ajet. Pra do t'i bëjmë një lloj si jetën dhe vdekjen e tyre një lloj. Sa e keq është ai që mendojnë thot Allahu. Në surën Gjathia mos gaboj. Pra ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira nuk mund të jenë një lloj me ata të cilët bëjnë gjunafe dhe shkatrime në tokë. Si në jetën e kësaj dhunjaje ata ndryshojnë nga njëri tjetri. Këta shpërfillës të shpalljeve, zullumqtar ndaj vetes, ndaj Zotit, ndaj njerëzve. Kurse këta të tjerët ruajnë kufit, janë të kujdesshëm, kanë frikë Allahut, ditën e gjykimit. Edhe nëse gabojnë kërkojnë falje, kthehen shpejt. Pra këta janë njerëz që Allahu nuk do t'i bëjë në jetën e dunjas nuk janë një lloj. Po kështu do të jenë një lloj në momentin e vdekjes. Kur të vi koha që Allahu t'u marr shpirtin, po kështu do të jetë një lloj dhe në jetën e varrit në Barzah, po kështu do të jetë një lloj ditën e ringjalljes dhe atë që do ndodh me ta, dhe padyshim edhe në pafundësi dhe përjetësi nuk do të jenë një lloj ata. Pra Allahu xhaleshan në këtë ajet na tregon që i ka krijuar me qëllim të lartë dhe secili që i përmbahet qëllimit të Zotit, ai do ta fitojë hajrin dhe të mirën inshallah. Pikërisht ky kumd ka qenë rëndësishëm bën të qartë përmendjet e shëndetshme dhe natyrat e pastra, se është domosdoshme që të ketë një ditë llogarie dhe shpërbimi me drejtësi. Zullumqari që kalon çdo kufi në këtë dynja mund të vdes duke mbartur mbi shtëpinë gjithë ato padrejtësi, ndërsa i bindur ndaj Zotit, i miri besimtarit, të cilit i është bërë padrejtësi, vdes me zemër të mbushur, plot zemërim dhe zjarr për hakmarrje. Pra mund të ndodh, kuptimi i kësaj fjale, mund të ndodh që një zullumqar në këtë dynja bën gjithë zullumet e botës dhe mbase mund të vdes mes njerëzve në shtëpinë e tij ose në vendin e tij pa u lënduar dhe cënuar nga askush. Ndërkohë që një besimtar i mirë i ruan kufit, ai përndiqet, vuan, torturohet ose mundohet, madje dhe vritet padrejtisht, i merret gjithçka. Edhe vdes dhe mbyllet çështja. Mos vall. Kjo është drejtësia e Allahut, kjo është urtësia e Allahut. Në këtë dynja domethënë se edhe ky vdiq, edhe ky vdiq. Kthi si hrin një gjem në këmbë. Kurse ky zgjeti një ditë dhe një natë rahat. Edhe pse ishte i mirë brenda kufive. Mos mendon se kjo është përfundimi këtu në dynja, jo as pak. Prandaj Allahu xhaleshanu jep këtë mesazh që ta dinë që do të vijë ditë llogarie. Dhe kurse si nuk mund të mendohet një Zot, pra nëse e beson që ka një Zot, do ta besosh edhe faktin që ai është i drejtë. Dhe kur nuk mund të ndodhë që të tolerojë të tilla padrejtësira. Nëse në jetën e kësaj dynjaje ne nuk e shikojmë të vendoset drejtësia, ose të paktën jo gjithmonë. Atëherë do të ketë një ditë që do të vendoset drejtësia vëllezër e mi. Dhe kjo është shumë logjike pastër, shumë e thjeshtë. Ai që beson Zot do të besojë Zotin me gjithë atributet e tij.
Prandaj, o e beson Zotin, o nuk e beson. Allahu musta'an. Atëherë është e pashmangshme një ditë e tillë kur vendoset drejtësia mes tyre të dy vetët. Meqense kjo drejtësi nuk vendoset rrësisht në këtë botë, atëherë patjetër që duhet të ketë një jetë tjetër që të vendoset drejtësia dhe të jepet shpagimi i merituar. Më pas, Allahu subhanahu wa taala vjen dhe thot: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Ky është një libër që ne e zbritëm tek ty që të jetë mubarak, plot bekime, subhanallahu. Libër madhështor e ka sjellë Zoti që të jetë me njerëzit deri afër ditës së Kiametit. Pra, për sa kohë njerëzit do të marrin udhëzimin nga ky Kur'an, do ta lexojnë, elhamdulillah do të gjejnë bereqet në jetën e tyre, në shëndetin e tyre, në fëmijët e tyre, pasurinë e tyre, dhe padyshim në fenë e tyre, besimin e tyre, lidhjen me Allahun xhalla shanu. Begatia e këtij libri po ta shikosh, Allah thot mubarakun, po nuk thot i begatshëm në filan apo Allah domethënë drejtim. Por nuk përmend drejtim, në çfarë drejtim është mubarak, për treguar që është mubarak, plot bereqet dhe bekim në të gjitha aspektet. Edhe në çështjet e dunjas, edhe në çështjet e besimit dhe ahiretit. Pra luma ai që merret me librin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është në fakt një nxitje shumë e fortë, që pasi tregoi që qëllimi i Allahut me ne është shumë i lartë dhe urtësia e tij e madhe, ku ta mësojmë këtë qëllim? Ja ku është ky libër thot Allahu subhanahu wa taala. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Në të ka mirësi dhe bekime të shumta, si dhe diturit pafund. Thonë dietarët, në Kur'an qartësohet udhëzimi në rrugën e drejtë dhe paralajmërojnë njerëzit që të ruhen nga çdo rrugë e humbjes. Pra në Kur'an, kush lexon Kur'anin, e di se cila është e mira, e drejta dhe cila është e shtremta, e gabuara. Pastaj thotë, atje na tregojnë të gjitha sëmundjet tona dhe mënyra si të shërohemi. Pra në Kur'an shpesh lexon njeriu cilat janë defektet e njeriu, gabimet, problemet e tij. Dhe njeriu duke lexuar Kur'an thotë, kjo është këtu çaloj, këtu e kam gabim, që ti elhamdulillah dhe tregon dhe mënyrën se si të rregullohen ato. Pra tregon mënyrën se si njeriu ta ushqej veten dhe ta shërojë dhe ta kurojë atë. Gjithashtu, Kurani është dritë me cilën ndriçohet mes errësirave, je mes dilemave, mes problemeve, Kurani t'i jep udhëzim. Pra njeriu që vazhdimisht e lexon Kur'anin, librin e Allahut, gjithë jetën e tij, nga fillimi në fund, gjatë gjithë kohës ai do të gjejë dritë në të. Sa ai që ka dilema, ka, domethënë, udhkryqe të themi në jetën e tij, do ta gjejë dritën në të. Prandaj duhet Kurani vazhdimisht të lexohet. Gjithashtu në Kur'an jepet çdo gjykim për cilin njerëzit kanë nevojë që të dinë sqarojnë halali, harami, ligjet, rregullat në shumë aspekte. Pra jo vetëm çështja adhurimesh, por edhe në çështje bashkëpunimesh mes njerëzish. Mendo domethënë në sure të ndryshme në Kur'an sqarojnë çështje të shumta, Kur'ani është i mbushur plot me ligje, subhanallahu. Ai që lexon Kur'anin merr një informacion pothuajse të plot, paktën në nivelin themi e përgjithshëm që duhet të kenë njerëzit, merr një informacion të mjaftueshëm në atë që duhet besoj, në ato rregulla që duhet zbatoj. Mjafton ta lexoj me kujdes Kur'anin. Pale nëse ai futet lexon dhe shpjegime ose sjellime të dietarëve, elhamdulillah në librat e tyre, elhamdulillah. Me lejen e Allahut subhanahu wa taala krijon pra një muslimani është e kërkuar domethënë jo vetëm lexoj Kur'anin, ta lexoj Kur'anin po them shqip, sepse arabisht këndimi ka sevapin e tij, të madh padyshim po. Ta lexoj shqip që të kuptoj, të marr mesazhin. Lexoj jo vetëm Kur'anin, që një herë në muaj të ketë një hatme për shembull. Një herë në muaj ta kesh një hatme, ta mbyllësh Kur'anin. Çdo muaj të lexosh nga një herë Kur'an, nga fillimi në fund shqip. Dhe e dyta, të kesh një hatme vjetore. A ka mundësi të marrësh një tefsir ose dy tefsir dhe të thuash që gjatë vitit janë 360 kusur ditë, 360 ditë. Ta lexoj një libër tefsiri, që ta marrë domethënë ajetet dhe ta lexosh me një masë të caktuar, ndaje për ditët e tua sa do ta lexosh. Nuk e bën dot të njeriu. Që elhamdulillah të hyjë dhe të lexojë atë që thotë Allahu subhanahu wa taala dhe shpjegimin e dietarëve për të. Libri i Allahut është libri që na identifikon vëllezërit e mi. Nuk do ta lëm pas dore. Prandaj është e nevojshme për të libër që është më madhështor që ka dhënë në botë, që kur Zoti e krijoi dynjan, nuk ka libër më madhështor se Kurani. Udhëzim më të plot se sa Kurani që zbriti Zoti xhaleshano. Prandaj vëllezërit e mi, ti kthehemi këtij libri dhe ta lexojmë. Ne ta zbritim ty atë thotë që ata të meditojnë argumentet e tij. Kjo është urtësia e zbritjes së këtij libri. Prandaj është e nevojshme ajo që thash, edhe leximi i Kuranit, pra vazhdimisht, por edhe leximi me meditim, pra me shqyllim, me tefsir, me shpjegim. Sepse qëllimi është të meditosh në të. Që njerëzit të meditojnë ajetet e tij dhe kështu të nxjerrin prej tyre diturinë, si dhe të meditojnë rreth të fshehtave dhe urtësive të tij të shumta, të Kuranit. Nëse do të meditojmë gjatë, kam për të përfituar shumë nga mirësitë e tij të pafundme. Thon dietarë subhanallahu.
Nëse njeriu ka nevojë për udhëzim gjatë jetës së tij, subhanallahu, dhe hyn të lexojnë librin e Allahut, me qëllimin që o Zot më ndihmo, s'kam, me këtë këshillohem. Dhe hyn të lexojnë librin e Allahut, vallahi do të hap Zoti në dritare të habitshme. Do të hap Zoti dritare të habitshme, nëse do hysh në librin e Allahut të lexosh me këtë qëllim, që të gjej dritën, të gjej udhëzimin. Ata që kanë provuar, subhanallahu, kanë treguar habira, subhanallahu, në jetën e tyre. Allahu musta'an. Nëse Allah na ndihmoj. Ky ajet është një nxitje për të medituar rreth Kuranit, që konsiderohet nga punët më të mira, pra meditimi në librin e Allahut është nga më të mirat punë dhe adhurime. Një lexim i ngadalt, duke medituar gjatë në ajetet e librit, është shumë më produktiv dhe i dobishëm se një lexim i shpejt, që nuk shoqërohet me meditim dhe me të kuptuar. Megjithatë, ato 2 mënyra që përmendëm, pra një herë në muaj të lexosh gjithë Kuranin, vetëm ajetet siç janë, dhe një herë në vit ta mbyllësh për 1 ose 2 tefsir të njohur që alhamdulillah janë të mundshme që ti gjesh, alhamdulillah kjo është mirësi e madhe dhe kjo është një jetë e shëndetshme me librin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe vallahi ke për të marrë një ushqim që ta shikosh që mund të zvendësoj shumë preokupime të tjera. Se të gjithë nuk do bëhen dietar në fe, ose që të jenë hoxhallar mbi fjalë, ose që të studiojnë për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Por, të paktën ky nivel të jetë të gjithë muslimanët dhe muslimanët. Nëna në shtëpi e lexon, ose babai, ose mund të marrë dhe fëmijë, thotë ulu dhe më lexo. Një gjysh ose një gjyshe thotë, unë s'mundem lexoj e merr nipçen ose mbesën, ulu tani dhe më lexoj pjesën time të Kuranit. Ma lexo ti, edhe dëgjon atë duke lexuar, edhe ai vetë lexon, edhe ti e nxit. Pse mos ndodhin këto? Çfarë kemi ndonjë punë më të mirë për të bërë? Ti është për na merr dynjaja, për na ikën jeta, subhanallahu. Për na ikën jeta me kocira. Me filma, telenovela, budallaj që të gjitha llojit. Po na ikën jeta, subhanallahu, dhe s'po përfitojmë asnjë nga ajo. Ndërkohë që alhamdulillah kjo do të ketë peshore madhe ditën e gjykimit. Domethënë tek Allahu xhaleshano. Dhe që të marrim mësim njerëzit që kuptojnë. Pra që të nxjerrin mësim ata që kanë mendje të shëndetshme, mençuri, urtësi dhe logjik të pastër. Duke medituar, ata do të mund të mësojnë e kujtojnë vazhdimisht nga ky libër atë që u sjell dobi. Por që kjo të jetë e dobishme dhe zdemi, sigurisht se përmenda pak më sipër, do të jetë e vazhdueshme dhe sistematike në jetën e muslimanit. Nuk mund të bëhet ja unë lexoj do ulem këtë muaj do t'i mbaroj. Madje për një muaj mund lexosh edhe 2-3 tefsir, do të lexoj nga 10 orë në ditë, e do t'i mbaroj të gjitha. Nuk është kjo ajo që është për qëllim. Qëllimi është që ti domethënë gjatë gjithë jetës tënde ti jesh përkujtues i vazhdueshëm. Nuk kërkon njeriu nuk kërkon kusht të merresh tërësisht vetëm me Kuranin ose merr vetëm me kuptimet e fesë së Zotit. Jo. Se edhe nuk mundesh, lodhesh, se përballon dot. Do punosh, do kërkosh riskun, mbas edhe do argëtohesh, do kërkosh kënaqësitë tua nga kjo dynja. Por të paktën të ketë pjesë shumë të rëndësishme çështja e librit të Allahut në jetën tënde inshallah. Ky e tregon se përfitimi nga Kurani është lidhur ngushtë me logjikën, urtësinë dhe mençurinë e besimtarit. Se thot Allahu wali dhakara ulul albab, dhe që të nxjerrim mësim kush ulul albab, ata që janë të mençur, ata që vërtet e përdorin logjikën e tyre për t'i ofruar të vetes të mirën, vetes së tyre dhe për larguar të keqen. Ky është e kundërta e këtij njeriu, pra që domethënë nuk e di të mirën e vetes dhe nuk e di çfarë i bën dëm, këta me fjalë të quhen mendje lehtë. Pra një mendje lehtë, njeriu domethënë pa rregull dhe i shturur të themi, ai s'e di të mirën e vetes së tij. Kurse ulul albab, ata që kanë logjik, janë të mençur, këta e dinë të mirën e vetes së tyre. Dhe vetëm ata mund të përfitojnë nga meditimi. Hasan al-Basri u ka thënë, vallahi, mësimi i Kuranit nuk mund të arrijë thjesht dhe vetëm duke mësuar përmendësh gërmat, fjalët dhe ajetet e tij. Dhe pastaj duke shkelur kufijtë e tij. Dikush mund të thotë kam lexuar Kuranin të gjithin, por Kurani nuk shihet as në moralin dhe as në veprat që ai kryen. Pra domethënë mund ta lexosh, por nuk reflektohet në atë që ti vepron. Prandaj një lexim i vazhdueshëm gjithë jetës tënde të bën që të reflektosh, të kërkosh falje, kërkosh të rregullohesh. Dhe normalisht që Zoti që të shikon kur ti lexon Kuranin dhe di domun veprat e tua, patyshim që Allahu kujdeset për ty. Se ti po kërkon udhëzimin, kërkon dritën. Nuk të le Zoti xheleshano që të vazhdosh në të keqen që mund të biesh përkohësisht. Pra vëllezër e mi, ky ishte, domethënë kjo është një ftesë nga Allahu subhanahu wa taala. Shkurtimisht, këto ajete na treguan se Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar gjithçka me një urtësi të madhe. Cila është ajo urtësi? Ajo është që t'i urdhërojë njerëzit, t'i ndalojë, t'i vendosë rregulla dhe ligje
dhe ata të adhurojnë Allahun si një të vetëm përmes këtyre rregullave që ai vendos. Për këtë Zoti ka premtuar shpërblim për të bindurit dhe ndëshkim për të pabindurit dhe udhëzoi Allahu subhanahu wa taala pastaj që të kthehen njerëzit tek ky Kur'an, që është i begatshëm, ose sjell mirësi në të gjitha aspektet e jetës së tyre dhe të meditojnë në të. Ky është thelbi i këtyre ajeteve. Elusi Allahu subhanahu wa taala na ndihmoj të lexojmë librin e tij, të meditojmë në të dhe të adhurojmë Allahun përmes asaj drite që ai na ka sjellë në këtë libër. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد